Shtëpitë në Kalaj janë pothuajse të njëjta me ato të dy lagjeve të tjera muze, Mangalemit dhe Goricës. Lagja Goricë është një vepër arti që mund të shihet qartë prej Kalas. Ajo është ndarë me pjesën tjetër të qytetit nga gjarpërimi i lumit Osum dhe ndodhet përballë Mangalemit. Në stinën e dimrit, shtëpitë nuk e shikojnë diellin. Ndërtimi i saj ka filluar në shekullin e 16 dhe në të banojnë 240 familje. Përpara ndërtimit të urës së re, ura e Goricës ka qenë e vetmja që bënte lidhjen midis dy lagjeve muze. Ajo është ndërtuar mbi themelet e urës së vjetër dhe u rindërtua në vitin 1780 nën kujdesin e Pashait Beratit, Ahmet Kurt Pashës. Në gjendjen që është sot, ura ka 7 harqe, ka një lartësi prej 10 metrash dhe gjatësi 129 metra. Berati është një qytet intim. Ai nuk I tregon rrugicat e tij. Thuajse në çdo cep të lagjes së quajtur Mangalem, ne nuk mund të dallojmë se ku banorët ecin për të ngjitur në shtëpitë e tyre. Lagja I fsheh më së miri rrugicat e saj. Të gjitha janë të shtruara me kaldrëm, I cili është ndërtuar me gur të bardhë, të skalitur dhe të lëmuar.